Të dy e mëtej, vrasi Ilaria Sulës, Mark Anthony Samson, rrëfeu përpara prokurores të gjithë skenën që i mori jetën studentes shqiptare në dhomën e tij. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, Samson ka treguar se çfarë bëri pasi vrau Ilarian dhe se si e futi trupin e saj në valixhe të cilën më pas e hodhi në një zonë pyjore jashtë Romës. Në rrëfimin e tij tronditës, 23 vjeçari me prejardhje nga Filipinet tregon se e vrau Ilarian ndërkohë që prindrit e tij ishin në shtëpi, pasi e dhunoi Ilarian, e cila u vërtetua nga autopsia e një dite më parë. Samson pranoi që e goditi 2 herë me thik, nga pas goditje nga e cila vdiq me 1 herë. E kontrollova disa herë nëse Ilaria ishte gjallë, por jo, ajo kishte vdekur. Trupin e saj e futa në një çantë, por zinte vetëm gjysmën. Më pas gjeta një valixhe më të madhe, e cila e zinte të tërën, tha i përlotur Samson duke tronditur të pranishmit. Një ditë më parë u zbuluan edhe mesazhet që Filipinasi i kishte dërguar shoqes së ngushtë të Ilarias, duke u hequr sigurisht e 22 vjeçare shqiptare. Aty i shkruante se kishte ikur të shkonte me një djalë që sapo e kishte njohur dhe sikur kishte kaluar natën me të.